Data 22 shtator është shënuar si dita ndërkombëtare pa makina. Kjo ditë e gjelbër ka si qëllim përdorimin e sa më pak automjeteve, ku njerëzit duhet të drejtohen transportit publik, biçikletave dhe promovimin e ecjes në këmbë. Të gjitha këto janë ndikues në përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe në të jetuarit në mënyrë sa më të shëndetshme. Dhe janë të shumë qytetarët të Tiranë që kanë mjaft nga punët e tyre për të zhvilluar në afërsi, mund të zhvillojnë shumë mirë me biçikletë dhe në këmbë, pa përdorur automjetin e tyre, por duhet që atyre t'ju ofrohen zgjidhje dhe këtu besoj që autoriteti vendor tashmë është i angazhuar në këtë rrugë. Mesazhi është që duke ardhur në këmbë apo pa makinë, ne mund të kryejmë shumë punë dhe nga ana tjetër ne ndihmojmë edhe qytetin tonë, ne ndihmojmë bashkëqytetarët tanë për të jetuar më mirë, ndihmojmë edhe fëmijët tanë për të jetuar më mirë. Kësaj nisme është bashkuar edhe Bashkia e Kryeqytetit, e cila është angazhuar së fundmi në pastërtinë e qytetit dhe reduktimit të ndotjes. Bashkia e Tiranës, duke nisur nga kryetari dhe të gjithë punojësit e saj, nesër do të paraqiten në punë me biçikleta, në këmbë ose me mjetët të transportit publik. Dhe kjo bëhet për të përqafuar mesazhin e paksimit të ndotjes së ajrit dhe të lehtësimit të trafikut. Bashkia e Tiranës njëkohësisht kton dhe të gjithë qytetarët që t'i përgjigjen edhe ata këtij mesazhi dhe të japin kontributin e tyre për qytetin në ditën pa makina. Në këtë ditë simbolike për mbrojtjen e mjedisit, do të zhvillohen aktivitete të ndryshme, të cilat do të përcjellin mesazhe për të kujdesur për qytetin, ajrin, të afërmit dhe fëmijët.